Strukturat e Bashkisë Gjirokastër vijojnë verifikimet në terren për dëmet e shkaktuara nga rreshtit intensive të ditëve të fundit. Grupet e punës kanë inspektuar zona të ndryshme të qytetit dhe njësive administrative, duke konstatuar dëmtime në banesa dhe prona private. Deri në këto momente, sipas të dhënave, janë përpunuar 110 proces verbale për konstatimin e dëmeve në subjekte private dhe familje, të cilat do të shërbejnë për hapat e mëtejshëm ligjor dhe procedurial. Është ngritur urdhri për konstatimin e dëmeve në terren, ku në gjithë territorin e saj si njësitë administrative në zonën urbane janë shkel të gjitha banesat cilët kishin pretendime mbi pasoja që u shkaktoi rreshjet e shiut, u bë evidentimi dhe konstatimi të gjitha dëmeve si në biznese ashtu dhe në banesa. Vlen për të theksuar se në momentin që ne po flasim, janë përpunuar rreth 110 praktika dokumentare, ku janë hartuar procedurë verbale të konstatimit, është hartuar lista e materialeve të dëmtuar në orendi, pajisje dhe elektroshtëpiake, në strukturë e të tjera, dhe po bëhet një krefje përfundimtare të gjithë praktikës. Në momentin që praktika do përfundoj, do të quhet faza e mbyllur e konstatimit të dëmeve si pasurit të ngritur nga kryetari i bashkisë, që kishte një afat 10 ditor. Në total, deri tani janë 110 subjekte private, biznesi dhe familje, nga këto janë të krefura në terren rreth 47 familje dhe 63 biznese. Ndërkohë, pranë zyrave përkatëse të bashkisë po priten edhe kërkesa të tjera nga qytetarët, të cilët kanë pësuar dëme si pasojë e motit të keq. Duhet theksuar sepse jemi duke pritur kërkesa akoma, të cilat qytetarët i kanë adresuar në Bashkinë Gjirokastër për të konstatuar dëmet. Ne si grupe pune i kemi bërë konstatime në kohën e dur, por tani presim dokumentimin zyrtarisht, që do të thotë që kërkesa e tyre, bashkëlidhur me kërkesat të tjera shtesë si praktikë dokumentare bazuar në ligjin e emergjencave civile, bëhet hartimi procedurë verbale dhe listat. Bashkia e Gjirokastër bën me dije se procesi i verifikimit do të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa qytetarët e prekur tohen të depozitojnë dokumentacionin e nevojshëm pranë strukturave përkatëse për trajtimin e rasteve të tyre.